pa identifikuar kanë qelluar në distancë me breshëri plumbash me armë të llojit Kalashnikov në drejtim të këtij objekti. Në momentin kur ka ndodhur ngjarje e rëndë, pronari i objektit identifikuar si shteti Mondi Voga, së bashku me familjarët e tij, ka qenë në katin e dytë të objektit që funksiononte si hotel, ku e përdor dhe shpeshherë si shtëpinë e tij. Menjëherë pas ngjarjes, ky i fundit ka lajmëruar policinë e shtetit, e cila ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe nga hecimet paraprake dhe nga ngjyrja e vendit të ngjarjes, rezulton që është qelluar me breshëri plumbash dhe sekuestruar rreth 15 gëzhoja. Sipas policisë së shtetit, nga qyerja e kamerave të sigurisë pra të lokalit dhe hotelit ku ka ndodhur ngjarja, nuk ka pamje ku duken autorët apo ndonjë automjet që autorët nuk kanë lëvizur pra për të afruar drejt objektit për të qelluar me armë zjarre dhe ka dyshime që është qelluar përtej rrugës pra përballë lokalit dhe hotelit në pronësi të shtetit Mondi Voga. Igli, për sa i takon motiveve, cilat përmende që qëndrojnë prapas sulmit me armë, cila është pista që hetohet më shumë, edhe pse është herët, por gjithsesi, ku është ajo ku puntohet më tepër? Po në sida, grupi hetimor, i ngritur nga Komisariati i Policisë të Krujës, ka nisur veprimet e para hetimore, ku pritet të merret në pyetje pra pronari i hotelit dhe lokalit shteti Mondi Voga, nëse ka pasur konflikte kohët e fundit dhe po hetohet nëse ky person ka pasur konflikte kohët e fundit, por edhe konfliktet e mëparshme, pasi është personazh i cili rezulton që ka precedent të mëparshëm penal. Por siç e thash, ngjarja është në hetimet paraprake dhe ende nuk ka një pistë konkrete nga policia e shtetit sa i përket kësaj ngjarje. Po, edhe diçka për sa i takon pronarit dhe referohemi pak tek e shkuara e tij se çfarë dihet. Shteti Mondi Voga, pra pronari i lokalit dhe hotelit ku ndodhi ngjarja rreth orës 1 të natës në fshatin Krahas të Fushkrujës, është një personazh jo i panjohur për policinë e shtetit, rezulton me precedent të mëparshëm penal. Në vitin 2020 është arrestuar për armbajtje pa leje, gjithashtu është hetuar për dhunimin e një avokati të njohur, po ashtu në vitin 2017 është vendosur sërish eksploziv pra në lokalin dhe hotelin ku ndodhi ngjarja mbrëmjen rreth orës 1 të natës. Faleminderit Igli për informacione. Faleminderit juve. Ndërkohë këto janë pamjet nga vendi i ngjarjes, nderuar shikues, shihen shenjat e plumbit në xham, shenjat e plumbave, është pikërisht ky lokali në Fushkruj ku është qelluar me armë zjarri. Igli Çelmeta përmendi dhe informacione, detajet që mësohen deri tani dhe dinamikën e kësaj ngjarje, sikurse edhe pjesa e pronarit që nuk është i panjohur në fakt për sa i takon policisë. Deputetët e rinj